Mjeku çudit botën, kosi në mëngjes shëron këto tre probleme. Ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit nga më të konsumuarat për shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra të shijshme dhe të ndryshme. Kosi mund të hahet me të ëmbla, me të kripura, në mëngjes, në drekë, në darkë, edhe si një vakt i lehtë. Kosi është i pasur me vlera shumë të mira siç është për shembull kaliumi, kalciumi, magnezi, vitamina B2 gjithashtu edhe vitamina B12. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që shëndeti juaj do të marrë nga konsumi i kosit në dietën e përgjithshme. Kosi është shumë i mirë gjithashtu për sistemin tuaj tretës. Kosi do të përmirësojë tretjen dhe konsumin ditor i tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Veçanërisht në mëngjes, mbron sistemin tuaj tretës nga toksinat. Ndaj përfshirja e kosit në menunën tuaj ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët sugjerojnë vazhdimisht kosin e përgatitur vetë në kushte shtëpie, në mënyrë që përfitimet dhe ndikimi i tij në organizëm të jetë sa më i plotë dhe gjithashtu edhe më i vlefshëm. Kosi është një mundësi shumë e mirë ushqyese edhe për të rritur vlerat tuaja të imunitetit. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin dhe ta bëjë atë akoma më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të mira të dobishme siç është zinku, magnezi dhe seleniumi, të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Kosi është një ushqim i përzgjedhur edhe për persona të cilët kanë probleme me hipertensionin. Sipas të dhënave të Healthline, kaliumi që gjendet te kosi do të ndihmojë në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë kosi ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe përmirëson gjithashtu edhe shëndetin e zemrës. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër problemit të infeksioneve. Kosi është veçanërisht një aleat shumë i mirë i parandalimit të mykut dhe infeksioneve, sidomos gjithashtu edhe tek femrat. Ekspertët këshillojnë konsumin e kosit në menunën tuaj ditore si një përzgjedhje shumë të mirë ushqyese edhe për shëndetin e kockave. Nëse shtoni të paktën një filxhan me kos në dietën tuaj ditore, do të merrni rreth 275 mg kalcium. Për këtë arsye, nëse konsumoni kosin që në mëngjes, u keni dhënë kockave forcën e duhur për një aktivitet më të mirë gjatë ditës. Kosi është shumë i mirë gjithashtu edhe për bakteriet e stomakut. Kosi përmban probiotik të cilat eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi i tretës. Nëse vuani nga fryrjet e stomakut, gjithashtu dhe diarrea, është e këshillueshme që në dietën tuaj të shtoni kosin. Kosi në mëngjes është një përzgjedhje shumë e mirë kundër këtyre komplikacioneve. Nëse merreni me aktivitet fizik, kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese. Proteinat që gjenden te kosi japin muskujve aminoacidet që u duhen për të rrimë këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Kjo e fundit jep energji trupit dhe ndihmon gjithashtu në riekuilibrimin e tij. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër problemeve të ndryshme alergjike. Personat të cilët do vuajnë nga alergjitë e stinës mund të përfshinë kosin në dietën e tyre si një përzgjedhje të mirë ushqyese në betejën kundër këtyre shqetësimeve, të cilat mund të kompromitojnë më shumë shëndetin tuaj. Kosi gjithashtu është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për ata persona që duan të humbasin kilogramet e tepërt trupor. Kosi përmban pak kalori dhe për më tepër fal konsumit të tij, qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol, gjë që nxit organizmin të humbasë më shumë në peshë. Kosi gjithashtu është një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj dentar. Kosi i mbron në dhëmbët tuaj nga kavitetet e mundshme. Ai përmban gjithashtu acid laktik që i mban mishrat e dhëmbëve më të fuqishëm, më të mbrojtur dhe më të shëndetshëm. Përfshirja e kosit të përgatitur vetë në kushte shtëpie në dietën tuaj mund t'jap element të mirë ushqyes në ndihmën e trupit në betejën kundër një sër komplikacionesh. Kosi është një nga produktet e bulmetit nga më të këshilluarat nga ekspertët si për të rriturit ashtu edhe për të vegjëlit. Ai mund të prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur me nivele shumë të mira të proteinës. Ndaj konsumi i kosit në përditshmërinë e dietës suaj mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të organizmit.
Ekspertët shtojnë gjithashtu se kosi i përgatitur vetë në kushte shtëpie do të jetë një mundësi shumë e mirë për mbrojtjen e shëndetit. Ka disa arsye pse këshillohet të konsumoni kosin në menun tuaj ditore. Kosi i bën mirë shëndetit tuaj të stomakut. Kulturat e gjalla të kosi janë efikase për shëndetin e zorëve kundër konstipacionit, diarres, inflamacioneve të zorëve, problemeve të zorës së trash, dhe këto probiotik do të forcojnë gjithashtu imunitetin dhe do ta mbrojnë atë edhe nga infeksionet. Osteoporoza. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale ose edhe mungesës së vitaminës D, gjithashtu dhe kalciumit. Kosi është shumë i pasur me kalcium dhe konsumi i rregullt ditor i tij mund të përmirësojë dukshëm strukturën tuaj të kockave. Kosi është një produkt fantastik që mund të shtohet në dietën e personave të cilët kanë gjithashtu edhe probleme me tensionin. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë tensionin e gjakut. Me sa duket, masa e duhur e produkteve me pak yndyrë në dietën tuaj do të ulë riskun e problemeve të hipertensionit sigurisht duke i përgatitur vetë ato në kushte shtëpie. Kosi është një produkt fantastik edhe për ata persona të cilët duan të rregullojnë peshën e tyre trupore. Kosi është ideal për të kufizuar kaloritë e tepërta. Ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla. Kosi përthithet. Kalciumi nga kosi ndikon tek qelizat e yndyrës në uljen e prodhimit të kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt. Rekomandohet gjithmonë edhe për kosin me pak yndyrë ta keni pjesë prezente të dietën tuaj, kështu përfitimet e tyre do t'i keni të larmishme dhe të fuqishme. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë për të marrë vitamina dhe mineralet e duhura në dietën tuaj të përgjithshme. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitaminën B5, vitaminën B12, dhe kjo e fundit është një ndër vitaminat më të rëndësishme për ruazat e kuqe të gjakut dhe gjithashtu të gjithë sistemin tuaj nervor. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër ftohjes. Kur imuniteti është i fortë, do të mposhtë të gjitha viruset dhe bakteriet të mundshme. Konsumi 150 gram deri në 200 gram kos rregullisht në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Edhe shëndeti juaj i lëkurës do të përmirësohet ndjeshëm dhe sigurisht përfshirja e kosit në menun tuaj do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira në këtë element ushqyes. Kosi është një nga recetat më të mira për femrat. Ai përmirëson shëndetin e lëkurës, shtrëngon poret, i jep lëkurës tuaj gjithashtu elasticitet dhe shkëlqimin e munguar. Përfshirja e kosit në dietën tuaj është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të flokëve. Kosi është shumë i dobishëm për shëndetin e flokëve të thatë dhe të dobët. Ai forcon çdo qime të flokut dhe pastron skalpin nga zbogthi. Sigurisht që kosi duhet të jetë nga ai që përgatitet me far dhe jo ai i përpunuar, në mënyrë që ndikimet e tij në organizëm të jenë menjëhershme, të fuqishme dhe të mbajnë larg gjithashtu edhe komplikacionet e mundshme. Përfshirja e kosit në menun tuaj ditore duhet të bëhet në mënyrë të rregullt dhe brenda standardeve të duhura. Kosi gjithashtu është një përzgjedhje shumë e mirë i cili mund të japë rezultate fantastike në dobinë e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve. Kosi është i pasur me nivele shumë të mira të proteinës. Kosi përmban një nivel shumë të lartë të proteinave. Proteinat janë treguar se nxisin metabolizmin dhe të nxisin gjithashtu rritjen e energjisë së trupit, duke ofruar një mbajtje më të mirë të kalorive nën kontroll. Marrja e adekuate e proteinave në dietën tuaj është e rëndësishme për rregullimin e oreksit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ekspertët shtojnë gjithashtu se konsumi i kosit në bazat tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, për sa kohë kosin e konsumoni brenda standardeve të duhura, përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë të larmishme dhe do të mbani larg edhe komplikacionet e mundshme. Vëmendje,
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësoj, të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.